Balansuesi ishte garantuesi më i mirë, jo, i keni pa numrat. Balansuesi prej 83% punësuar Maqedonas në 2014 i sjell në 71, shqiptarët prej 13 i sjell në 23. Tani thonë që janë 25. I balanson, kjo është ideja. Jo, cila është logjika e defekteve? Unë e them shpesh, nëse dikush kalon në semafor të kuq, ju duhet ta hiqni semaforin apo duhet ta dënoni atë i cili ka. Nëse dikush e ka keq përdorur balansuesin, nuk hiqet balansuesi. Ju thoni do me thënë se balansuesi ishte më i mirë se sa ligji për përfaqësim të drejta adekuat. Ky nuk është asgjë, është një, siç thot vetë Komisioni i Venecias, është një poezi në letër që s'ka asnjë peshë. Ju e dini çka parasheh ky ligj? Parasheh një komision në qeveri, i cili një herë në vit do ulet edhe do diskuton a ka përfaqësim të drejtë. Zotri Sali tha që ne do jemi garantues për këtë. Po cilës punë janë garantues ata? Ata nuk janë garantues të kuadrove të emrimeve të vetë, atë cilët nuk mund të bëjnë asnjë emrim për 2 vite, për shkak se nuk kam peshë politike atje. Nuk mund ta vendosim në fatin e shqiptarëve në për institucione në këtë pafuqi këtu. Domethënë edhe një herë që mos të mendojnë që flas nga prizmi partijak. 2 çështje i ka ky ligj. 1, nuk ka asnjë mekanizëm mbrojtës. Ai komision në qeveri, as ka vull, as ka vendim ekzekutiv. Thjesht komisione tilla ka 500-1000 në qeveri që si pyet kush. Dhe dyta, ta vendos meritokracinë kinse para përkatësisë etnike. Balansuesi ka qenë formule obligueshme. Unë nuk kam guxuar të punësoj një komuniteti tjetër nëse përfaqësimi më ka rënë ma pak ose ma tepër ka qenë prej. Po, të gjithë jemi dëshmitar se ka pasur shumë keq përdorime. Pavarësisht kësaj, zotëri Osmani. Prej 20.000 punësimeve ka pasur 200 keq përdorime. E tash ju 20.000 do i sakrifikoni për 200 defekte. Gjeni zgjidhje si ta korrigjoni defektet.